ku ngushtohet rruga Nis-Kolona. Qytetarët që udhtojnë nga Prishtina drejt Mitrovicës, posa Mbrinës Mrekonicë, u duhet të përballen me kolona të tilla. Por mbase jo edhe gjatë. Kjo me që të ejtën ku vendi miratoi marrëveshjen e kredis prej 15 milion eurove, pikërisht për rregullimin e segmentit rrugor Smrekonicë-Mitrovicë. Segmenti rrugor i cili pritet të zgjerohet si pjesë e magjistrales N2 nga Smrekonica deri këtu në hyrje të Mitrovicës, ka një gjatësi prej rreth 5 kilometra. Një investim i tillë po pritet jashtëzakonisht mirë nga mitrovicasit si lehtësim për lëvizje. Mas e nevojshme. E keni po vetë kolonat e kjerë sa aty po bëhet sa kolonat më dhe rruga shumë është dëmtuar. Madje ka nga ata që kanë edhe tjera propozime. Jo deri këtu, po kjo duhet me vazhdo deri në kufi. Deri në kufi për lehtësimin e banorëve dhe qytetarëve e njerëzve, sepse aja ka një vlerë shumë të madhe për lëvizjen e njerëzve. Ani se ka prej tyre që janë skeptik se mund të rregullohet. Kjo është e mirë, vallahi mund analizu, po s'jam po mundon, kjo nis tikon 2010-an, 19-an, a kemë çështo. Por pavarësisht nevojës sipas kryetarit të Mitrovicës Faton Peci, mos rregullimi i saj për tërë këto vite, Mitrovicës i ka sjell shumë pasoja. Marë për bazë që Mitrovica ka një pozicion edhe interes nacional edhe geopolitike, geostrategjik dhe dhe duhet në mesin e rrugëve të para dhe projekteve të para infrastrukturore të ndërtimin Kosovën e pas luftës, për shkak se unë mendoj që në rast se do ta kishim një rrugë të përfunduar Prishtinë-Mitrovicë edhe niveli i, si ta themi, qytetarëve që largohen nga Mitrovica do të ishte më i ulët. Në ndërkohë nga Ministria e Infrastrukturës nuk treguan se kur do nisin procedurat e prokurimit për rregullimin e kësaj rruge dhe se sa është kostoja e shpronësimeve që duhet kryer.